إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Prej mirësisë të Allahut subhanahu wa taala është që jemi duke mësuar librin e namazit dhe formën e namazit Imam Albanit rahimahullah, që është libër që nuk ka shembull të ngjashëm me të në historinë islame, ku aleikum salam wa rahmatullahi. Po shehu rahimahullah e ka përmbledh çdo gjë që ka të bëjë me formën e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si e ka bën namazin Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe shehu rahimahullah këtë libër e ka në tri forma. Në formën e shkurtume, që është forma e minimizuar e librit, forma normale që është që vjen në një volum dhe një vëllim, dhe është libri i zgjeruar që është në tri vëllime. Ne jemi duke marrë atë me tri vëllime dhe tash jemi në vëllimin e dytë, dhe ka fundi vëllimin e dytë. Kemi marrë paraprakisht kemi mësuar më herët për rukun që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe për obligoshmërinë e qëndrimit qetë në ruku dhe drejtimit të shpinës në të dhe e përshëndrimit në të, jo shpejtësimit të namazit, nga se alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, nga se qëndrimi drejt në ruku dhe përshëndrimi në të është prej rukneve të rukus, edhe kuptohet në namaz tumanina, thotë qëndrimi i drejtë dhe përqëndrimi është prej rukneve të namazit, nga se namazi nuk llogaritet i sakt nëse robi nuk përqëndrohet në namaz me trupin e tij dhe nuk e drejton trupin brenda mundësive të tij. Dhe vazhdojmë me adhkar ruku, do thotë me dhikrat që thuhen gjatë rukua. Pejgamberi sa thotë wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkar wal adiyah taratan bi hadha wa taratan bi hadha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë bënte në ruku thotë dhikra të ndryshme. Nganjëherë bënte këto, nganjëherë bënte ato tjera. Për shembull, prej tyre ka thënë fjala e tij edhe dhikri më i njohur në ruku që është me thënë subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Thotë subhana rabbiyal azim, që thotë patmeta është Zoti jam që është madhështori. Patmeta është Zoti im i cili është madhështori. Do thotë duke qenë në ruku, do thotë ruku që është për ulje. Duke u përulur, kur je përulur në atë pozitë të përuljes, ti thua patmeta është Zoti im i cili është i madhëruari, i madhështori. Zoti im madhështori. Ti do thotë tregon në moment tëndin të përuljes, Zoti nuk përulet. Edhe Zoti është madhështori, e ti kur të nënçmon veten tënde edhe për ul për Zotin tënd, atëherë Allahu ty të madhëron subhanahu wa taala, të ngrit. Thotë këtë ka bërë 3 herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 herë. Mirë, po nganjëherë thotë yukarriruha akthar min dhalik. Nganjëherë thotë e përsëriste më shumë se kjo. Dhe një herë thotë në namaz të natës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përsëritur tash saqë thotë rukuja e tij ka qenë e ngjashme parafërsisht me kiamin e tij, qëndrimin në këmbë të tij. Dhe në këtë qiyam, në këtë qëndrim të gjatë të tij, sallallahu alaihi wasallam ka këndu 3 sure të gjata. E ka lexuar Baqarën, Nisa edhe Ali Imran. Baqara, Nisa
edhe Ali Imran, që këtë trija të sure kanë 5 gjuze e gjys. 5 gjuze e gjys. Dhe më thonë, parafërsisht, nëse e lexon me lexim pak më të shpejt, i marr parafërsisht 3 orë. Parafërsisht 3 orë. Nëse ngutesh pak ndoshta me 2 orë. Do të pejgamberi sa një herë ka fol namaz natës, edhe në një rekat të vetëm i ka lexuar këto 3 sure sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe po ashtu thot kur e ka lexuar thot në mes të ajeteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua. Edhe ka bëu istighfar Allahun subhanahu wa taala, këtë kemi përmendur në namaz të natës. Pastaj ka thonë nga njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. E shton wa bihamdihi. Edhe kjo është për formave për formave të dhikrit të rukus. Subhan rabbil azim wa bihamdihi. Patmeta është Zoti jam madhështori, wa bihamdihi, këtë e them duke e bërë ato hamd, duke e bërë Allahu subhanahu wa taala hamd, duke e lavdëruar Allahun subhanahu wa taala. Këtë ka thënë 3 herë sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thënë subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subuh quddus rabbul malaikati war ruh. Thot subuh quddus, thot e përmend Allah subhanahu wa taala që thuhet që ai është subuh. Subuh dhe më thonë ai subhanahu wa taala i cili është i pastrum prej çdo të keqe. Është pastrum Allah subhanahu wa taala prej çdo të keqe. Apo po ashtu Quddus, po ashtu Quddus dhe më thonë i bereqetshëm Allah subhanahu wa taala është i bereqetshëm. Dhe ka çdo bereqet është nga Allahu subhanahu wa taala, çdo e mirë, çdo pasardhti, çdo e mirë është nga Allahu subhanahu wa taala. Rabbul malaikati war ruh. Është Zoti i melaçeve edhe i ruhit dhe i shpirtit. Shpirti dhe shpirti i shajt, shpirti i Gjibrili alayhis salam, më i madh i melaçeve të Allahut subhanahu wa taala, thot se melaçet thot janë të shumta, e Allah është Zoti i melaçeve, Zoti i angjëjve subhanahu wa taala, edhe po ashtu është Zoti i Gjibrilit alayhis salam. Që është meleku më madhështor i Allahut azza wa jall, meleku më madhështor i Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ka thonë subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'i wa sujudihi wa yata'awwalu al-Qur'an. Ka thonë, thot, Allah, këto është subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Edhe këto thot e ka përsërit shumë pejgamberi sallallahu në rukun e tij dhe në sejdën e tij thot. Edhe në këtë thot pejgamberi sallallahu e ka praktikuar Kur'anin. Pse ka praktikuar Kur'anin? Nga se Allah ka thënë fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Thot, bënë tasbih Zotin tënd. Duke bër ato hamd, duke bërë hamd, edhe kërkoj falje. Ka thonë këtu, fasabbih bihamdi rabbik, subhanaka Allahumma rabbana, ka përsërit këtë. Ka thonë këtu, thot, patmeta i Allah o Zoti jon. Allah wa bihamdik, thot edhe ty duke thënë këto të falenderojmë ty. Edhe ose të thëmë se jeni patmeta duke të falenderuar ty, Allahumma ighfirli, o Allah më fal mua. Kjo njëherësisht, ky ajet kur i ka zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo ka qenë shenja e vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga sa Allahu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka lajmëruar me vdekjen e tij do të jetë kur njerëzit të futen në fenë Allah subhanahu wa taala, kur të shirohet Mekka dhe të futen njerëzit në fenë Allahut me të shumt, atëherë e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të lavdërojë Allahun sa më shumë dhe të kërkoj falje Allahut sa më shumë, që të përgatitet për vdekjen, nga se çdo përfundim i mirë përfundohet me istighfar. Në namazin e përfundojmë me istighfar. Kur jap selam e përfundon me istighfar. Kur të përfundojmë haxhin e bëjmë istighfar Allahun subhanahu wa taala, kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu jetja e pejgamberit sa është jeta më e mirë, edhe me të cilën është betu Allahu subhanahu wa taala, është betu jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo ka përfunduar me istighfar Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thonë Allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi
وما استقلت به قدمي لله رب العالمين لله رب العالمين. Pastaj ka thonë Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Kjo është një lloj i duas që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë në ruku. Edhe është mirë me mësu muslimani që në të ka për uljen besimtarin ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe kur ti për ulesh për Allahut subhanahu wa taala, Allahu ty të ngrit. Kur thot Allahumma laka raka'tu, Allah për ty kam bërë ruku. Wa bika amant, dhe në ty kam besuar. Wa laka aslamt, dhe në drejt te ti jam dorëzuar. Islami është dorëzim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Anta rabbi, ti je Zoti jam. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa ma istaqallat bihi qadami. Është friksu ndaj teje, është friksu për ty, shikimi im, dëgjimi im, truri im, ashti im apo eshtrat e mia, edhe nervat e mi, edhe ato me të cilat ka shkel këmbët e mia, vendet të cilat ka shkel këmbët e mia, lillahi rabbil alamin, për Allahun, Zotin e çdo gjëje. Në transmetim tjetër të hadithi, thot o Allah, thot për ty kam bërë ruku, në ty kam besuar, në ty ndaj teje jam dorëzuar, drejt teje jam dorëzuar, dhe në ty jam mbështetur. Ti je Zoti im. Pastaj thot dëgjimi im, shikimi im, gjaku im, mishi im, ashti im, nervat e mia, të gjithë janë friksuar Allahut, Zotit të çdo gjëje. Besimtari duhet më mësu këtë sana, që me ditë ti o besimtar i Allahut, ti që i ke besuar Allahut azza wa jall, që shikimi yt do të më friksu Allahut, dëgjimi yt me kon bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjaku yt, mishi yt, eshtrat e tua, nervat e tua, çdo gjë të jenë në bindje, në frikë ndaj Allahut azza wa jall. Të jenë në frikë, në bindje ndaj Allahut azza wa jall. Të ti nënshtrohesh komplet Allahut, ti dorëzohesh Zotit tënd subhanahu wa taala. Të kesh dorëzim të plot ndaj Zotit tënd subhanahu wa taala. Dorëzim i plot. E kështu besimtari duhet me thonë që çdo pjesë e trupit të tij ti dorëzohet Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu prej dua është që pejgamberi sa ka thonë subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Dhe këto thot i ka thonë në namaz natës. Këta ka thonë pejgamberi sa në namaz të natës. Do thotë çfarë thonë subhana dhil jabarut. Patmeta është ai që të cilit i takon jabarut. Domethënë jabarut është madhështia e plot, madhështia që mundet më llogarit si tirani, mirë po Allahu i takon tirania subhanahu wa taala. Edhe mendje madhësia i takon Allahu subhanahu wa taala. Edhe lart madhëria. Të gjitha këto i takojnë Allahu subhanahu wa taala. Thot robi s'bën me kon mend e madh. Robi s'bën të jetë tiran. Robi nuk bën të jetë mendje madh. E Allahu i takojnë këto gjitha. Allah e lavdron vetën e vetes subhanahu wa taala, nëse ai meriton të lavdrohet subhanahu wa taala. E meriton madhështinë, meriton çdo gjë subhanahu wa taala. E meriton edhe tiranin. Me tirani çfarë qëllimi thotë që Allahu t'i urdhërojë robërit e vet, dhe nëse don, Allahu subhanahu wa taala bën që të gjithë robërit e tij t'i bindën komplet. Mirë, po këtë s'ka dashur me bë Allahu subhanahu wa taala. I ka lënë të lirë robët e tij që të zgjedhin rrugën, të zgjedhin të mirën apo të keqen. Po donte Allahu subhanahu wa taala gjithë na kishte detyruar t'i bindemi plotësisht. Me pa ka kriju jetën dhe vdekjen që të na sprovojnë neve se kush jemi më vepër mirë. Kush jemi më vepër mirë? Vepër mirë në pajtim me ata që thotë sa jemi të sinqertë dhe sa jemi në veprat tona në pajtim me sunnetin e Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Po thotë po ashtu kjo thotë këto ishin dhikrat, thotë që Sheikhu rahimahullah i përmani thot 7 lloje të dhikrave të rukues. 7 lloje të dhikrave të rukues. Mësoj Allah, mësoj.
Mësoj. Leta janë. Leta. Edhe alhamdulillah i keni të gjitha në mburojën e muslimanit. Mësoni. Mëson sana që s'ki nevojë për të, mësoj këto. Për këto nëse për 10 minuta më mëso. Pastaj duke i praktiku, i thua nëse i praktikon në namazet tua, të bëhen pjesë e jetës tonë. Bëhen pjesë e jetës tonë, madhërimi i Zotit tënd bëhet pjesë e jetës tënde. Pastaj thot i talet ruku, thot. Zgjatja e rukus. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. pejgamberi صلى الله عليه وسلم e bënte rukun e tij, çndrimin pas rukus, ngritjen në këmbë pas rukus, sejdën e tij, çndrimin mes dy sejdëve të ngjashme me njëra tjetrën, në gjatësi. Në gjatësi. Këtë e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është suneti i veprimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot an-nahyu an qira'ati al-Qur'ani fi ar-ruku'. Ndalesa e leximit të Kur'anit në ruku'. Në ruku' edhe në sejdë, nas lexojmë Kur'an. Kur'anin lexojmë në qiyam, në shëndrim këmbë. Nëse përdorim ndonjë dua të Kur'anit gjatë rukus apo sejdës, ata përdorim si dua, jo si pjesë të Kur'anit, jo si lexim të Kur'anit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith thot vërtet mua më është ndaluar të lexoj Kur'anin duke qenë në ruku dhe në sejdë. E sa i përket të rukus thot madhëronin atë Zotin tuaj. Madhëronin ato Zotin azza wa jall. Ndërsa sa i përket sejdës, thot mundohuni shumë të bëni në të dua. Mundohuni shumë në bën të ngatse, qaminun an yustajaba lakum. Thot se pritet shumë që t'ju përgjigjet të pranohet duaja juaj. Pritet shumë, o shumë thot afër mendsh të ju pranohet duaja. Është shumë afër mendsh të ju pranohet duaja. Thot nëse bëhet në sejdë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith kur ka thonë thotë që në ruku madhëroni Zotin tënd dhe në sejdë mundoheni në dua. Kjo është nxitje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që në ruku sa më shumë të madhërojmë Allahun, mos bëjmë dua, ndërsa në sejdë të bëjmë sa më shumë dua. Edhe pse edhe në sejdë ka madhërim të Allahut subhanahu wa taala, edhe në ruku ka nganjëherë dua. Mirë po, esenca është që në ruku të madhërojmë Allahun sa më shumë, ndërsa në sejdë të bëjmë dua të veçanta që kemi nevojë, nga se ashtu pranon Allahu subhanahu wa taala veprat tona. Pastaj thot al-i'tidal min ar-ruku'i wa ma yuqalu fihi. Thot çndrimi në drejt, pasi të ngritesh nga rukuja, dhe çfarë thuhet në të thot, pasi të ngritesh nga rukuja, thot ke qenë në ruku dhe je ngrit drejt. Çfarë thuhet në këtë pozitë? Thumma thot kana yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan sami'a Allahu liman hamidah wa amara bidhalika al-musi'a salatahu. Thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte kur e ngriste shpinën e tij nga rukuja, thoshte sami Allahu liman hamidah. Duke ngritur shpinën e tij nga rukuja, thoshte sami Allahu liman hamidahu. Allahu e ka dëgju atë, ose Allahu e ka dëgju atë që e bën atë hamd.
e ka dëgju këtu në fjalën në gjuhën arabe është përdorur fjala semia që thotë me dëgju, mirë po qëllimi me të është Allahu i përgjigjet, ja pranon duan atij i cili e bën hamd Allahun subhanahu taala. Atij i cili e falenderon Allahun azza wa jall. Atij i përgjigjet Allahu, atij ja pranon duan Allahu azza wa jall. Këtë kur thu semi Allahu limen hamd, ç'është është kuptimi? Allahu i përgjigjet, ja pranon duan atij që e bën hamd ato, që e falenderon Allahun subhanahu taala. Dhe pejgamberi sa mi ka thonë atij që ka fol namazin keq. Atij që ka fol namazin keq, s'ka qenë njëri që ka fol namazin keq, dhe pejgamberi sa 3 herë ka thonë irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ka thonë ktheu falu, nëse ti s'je fali, ka thonë 3 herë. Edhe kur e ka mësu pejgamberi sa masnej ka thonë la tatimu salatun li ahadin min an-nas hatta yukabbira thumma yarka'a thumma yaqul sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman. Nuk i pranohet askujt asnjë njeriu namazi derisa të bëj tekbir, Allahu akbar. Pastaj të bëj ruku'. Pastaj të thot sami Allahu liman hamida derisa të drejtohet. Gjatë drejtimit prej rukuës, të thot sami Allahu liman hamida. Pastaj thot wa kana idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kull faqarin makana. E pastaj thoshte e ngriste kokën sallallahu alaihi wasallam dhe qëndronte ashtu që të kthehet thot çdo fakisht çdo unaz në vendin e vet, çdo unaz e shpinës. Faqar, thot qëllimi është unazat e shpinës. Çdo unazë e shpinës të kthehet në vendin e vet, për unazës të qafës deri te unaza më poshtë me unaza e bishtit. Çu i thonë unazës bishtit, doktor? Ai gjatë. E thonë edhe ndryshe, asisa, çu i thonë, është një mënyrë tjetër. Okset që ai din tash. Okset atë në që ashtu thëshën atë. Çaja. Ajo e fundit thotë që pejgamberi Ajbul Dhanab që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është prej cilët ngjallet prap njeriu. Ajo do thotë prej saj thotë Allah subhanahu taala është sikur lloja e farës prej cilët ngjallet njeriu ditën e Kiametit dhe krijon Allah subhanahu taala prap njeriu. Do të krejt këto të shiten në vendin e vet. Çka këto të shiten do të më dalë vendon, do të drejtohet robi krejt, do të më drejtu krejt. Tash drejtohet robi krejt. Tash qëndrimi kur kthehesh prej rukos të qëndrojë çdo gjë në vendin e vet drejt, a është për qëllim prap thotë që ti lidhësh durt mas rukos, dhe ti mbash durt të lidhura mas rukos. Kjo nuk është në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kopja e durve pas rukues nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu po të kishte qenë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të na kishin treguar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na kanë treguar çdo detaj të namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe lëvizjen e mjekrës tij kanë treguar në namaz. Këtë detaj nuk e kanë treguar. Për këtë arsye Imam Albani rahimahullah ka thënë që ky bidat është bidat kjo gjë është shumë bidat, edhe nuk e ka thujt prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile ka një transmetim nga Imam Ahmedi rahimahullah, në një transmetim të saktë nga Imam Ahmedi që këtë nuk e ka konsideruar prej sunetit, edhe nuk është prej gjërave që është të sunet. Mirë po, disa vëllezër tonë thotë kanë filluar tani ti ngjallin disa gjërat se cilat janë në mëdhëbin e Hambelive dhe i kanë parasysh i prodhën në vendin tonë dhe i praktikojnë ato, mirë po këto nuk janë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke qenë drejt, duke qenë drejt, ka thonë Rabbana wa lakal hamd.
Rabbana wa lakal hamd. Edhe e ka urdhëruar me këtë, thot çdo këtë që falet, ai që është imam apo do të tjerë, dhe ka thënë sallu kama ra'aytumuni yusalli, ka thënë faluni ashtu siç më keni pa mua duke fal. Kur pejgamberi sa më ka thënë sallu kama ra'aytumuni usalli, thotë faluni ashtu siç më keni pa duke fal. Çka në kupton me këto? Në kupton me këto që edhe ti që falesh mas imamit, thu semi Allahu limen hamida. Se disa kanë kuptuar që imami thot semi Allahu limen hamida e nuk thot Rabbana wa lakal hamd. Ndërsa ata që falen mbrapa imamit nuk thojnë semi Allahu limen hamida, po thojnë veç Rabbana wa lakal hamd. Mirë po sunneti është që të thuan të dyjat. Nga se pejgamberi sa mi ka thonë të dyjat, edhe ty të ka urdhënuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të falësh siç është falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur Muhamedi sa ka thënë semi Allahu limen hamida, edhe nëse je imam, edhe nëse falesh mas imamit e thu semi Allahu limen hamida. Edhe kur drejtohesh, edhe nëse je imam, edhe nëse falesh mbrapa imamit, thu Rabbana wa lakal hamd. Jo për shkak dikush të thot imamit të thot semi Allahu limen hamida, ata që falen mas imamit mos thojnë semi Allahu limen hamida, edhe jo kur të qëndrosh në këmbë që imami mos thot semi Rabbana wa lakal hamd, po thon vetëm ata që falen mas imamit. Këtë edhe ka thonë pejgamberi e para fund, kjo është forma e parë. Rabbana wa lakal hamd, thuhet. Rabbana wa lakal hamd, Zoti jon, ti je Zoti, o Zoti jon. Rabbana, i bën Rabbana o Zoti jon, wa lakal hamd. Edhe ty të takon hamdi, ty të takon lavdimi. Edhe çka thon pejgamberi, sa më thon inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bih. Imami është bërë që të pasohet. Dhe kur të thot semi Allahu limen hamida, thuani Allahumma rabbana wa lakal hamd. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Kjo është prej formave të tjera, të thuhet Allahumma rabbana wa lakal hamd. Të thuhet edhe të shtohet edhe fjala Allahumma. Të shtohet edhe fjala Allahumma rabbana wa lakal hamd. Kjo është prej formave të thënies atë. Ka thonë yasma'u Allahu lakum. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. Nëse ju këtë të thoni, Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'ju dëgjojë, do t'ju bindet, do t'ju përgjigjet juve, do t'ju përgjigjet me pranim duas. Nga se Allahu te baraka ka thënë në gjuhën e të dërguarit të tij, sami Allahu limen hamida. Allahu i përgjigjet atij të cilin i cili e bën hamd Allahun atë subhanahu wa taala. Dhe ka thënë e tash çka është, pse i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala robët të tij kur që thonë sami Allahu limen hamida. Ka thënë fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ka thënë se kujt i përshtatet fjala e tij fjalëve të melaçeve, do t'i falen gjunohat paraprake, Kjo ka ardhur në dy forma në namaz të pejgamberit, në namaz të muslimanit. E para, nëse dini ai kujtohet ku u fan. Që kjo kush kujne për fjala e cilit të përgjigjet fjalës të melaçeve, i falen gjunohat paraprake. Amin mas elhamit. Çfarë lumta. Amin mas elhamit. Kur thu amin mas alhamdulillah rabbil alamin wal dallin amin. Pejgamberi sa ka thonë që kujna e përgjigjet fjala e tij, fjalës së melaçeve thotë i falen gjunohat paraprake. Kur imami thot amin, thuaj edhe ti amin. Se edhe melaçet atëherë thojnë amin. Edhe melaçet Allah thojnë atëherë amin. Prandaj nëse kjo mund të më bëj shkak që falen ty gjunohat paraprake. Prapë edhe semi Allahu limen hamida, prapë melaçet thojnë në njëjtën kohë. Prandaj thuaj edhe ti të falen gjunohat paraprake. Edhe të dëgjon Allah, përgjigjet Allah në duat tua, të përgjigjet Allahu në duat tua dhe të falen gjunohat paraprake. وكان يرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائل كما مر آنفا ربنا ولك الحمد وتارة يقول ربنا لك الحمد بدون الواو. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u ngrit nga rukuja i ka ngrit durt. Ty çupi rukuj ka bë tekbir, i ka ngrit durt. I ka ngrit durt sallallahu alajhi wasallam. Nganjëherë i ka ngrit durt deri te shpatullat, nganjëherë durt i ka ngrit deri te vesht, për të barabartë me vesht. Jo i ka prek vesht, po barabart me vesht ose barabart me shpatullat, duke u ngrit
duke u ngrit, kur ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thon formën, domethënë çështë ka thon, domethënë mas i që është ngrit në kom, ka thon ose ka thon Rabbana wa lakal hamd, Rabbana ti e Zoti jon, ti o Zoti jon, wal Rabbana o Zoti jon, wa lakal hamd, dhe ty të takon hamdi. Ose ka thon Rabbana lakal hamd pawa domethënë edhe fjala dhe, kjo wa në arabisht dhe, si në turqisht ve, një që. Rabbana lakal hamd, kjo është formë tjetër, edhe këto ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thon, nganjëherë ka thon Allahumma rabbana wa lakal hamd. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Do të jashtu Allahumma, që Allahumma i vjen o Zoti jon. O Allah, Zoti jon. O Allah, o Zoti jon. Allahumma rabbana, o Allah, o Zoti jon. O Allah, Allahumma i vjen o Zoti, o Allah. Rabbana i vjen o Zoti jon, wa lakal hamd, ty të takon hamdi. Ty të takon hamdi, nganjëherë ka dhënë me waw këta, nganjëherë pa waw, domethënë Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Këto forma i ka thënë pejgamberi në forma të ndryshme. Pse? Që robi mos ta bëj namazin e tij si rutinë. Lloj rutine, thotë e ngjashme, thotë që e përsërit në jetën kohë dhe përsërit. Kështu që nëse bën ti forma ndryshme, ka thu Rabbana lakal hamd, ka thu Rabbana wa lakal hamd, ka thu Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Nëse bën këto forma, nuk bëhet namazi rutinë, po koncentrohesh më shumë në namazin tënd. Edhe që thanë, edhe ka thënë atij që ka urdhëruar, do thotë, kur thot imami sami Allahu liman hamida, thot thuni Allahumma rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Thot nga se thot thuni kështu, thot kur thot imami sami Allahu liman hamida, thuni Allahumma rabbana wa lakal hamd, nga se kujt i përshtatet aminit i me aminin e melaqeve, thot i falen gjunohat para prokja. Pastaj nganjëherë ka shtu Rabbana wa lakal hamd, ka shtu hala përmas. Ka thon mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'daha. Thot mil as-samawat, thot hamdi, thot i mbush qiejt. Edhe mbush tokën. Edhe mbush me çfarë don ai më tutje subhanahu wa ta'ala, thot kjo është për formave që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose ka thon mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Duke qofta e mbushur mes qiejve edhe tokës, edhe çka ka mes tyre dyjave, edhe me çfarë të don Allahu më anej. Pastaj ka thon, ka shtu pas kësaj ahl al-thana'i wal majd. أحق ما قال حق أثنى الثناء أهل الثناء والمجد. O ju që jeni që lavdëroni edhe madhëroni. La mani lima a'tajt. Nuk ka ndalesë për atë që ti e jep. O la mu'ti lima mana'at. Edhe nuk ka dikush që jep atë që ti e ndalon. Wala yanfa'u dhal jaddi minka al jadd. Edhe nuk i bën dobi atij që ka pasuri, thot pej teja është pasuria. Kush e ka pasurinë, nuk i bën atij diçka dobia, edhe pozita, nga se pej teja është pozita, edhe pasuria dhe çdo gjë. Kto nuk bën dobi te Allahu subhanahu wa taala. Te Allahu të bën dobi vepra e mirë. Te Allahu të bën dobi vepra e mirë. Po nganjëherë thot ka shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto veprime sallallahu alaihi wasallam, duke thon kështu sallallahu alaihi wasallam, ka thon min as-samawati wa min al-ard wa min ma bainahuma wa min ma shi'ta min ba'd. أهل الثناء المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. E ka shtu këto dhe ka thënë أحق ما قال العبد. Kjo është gjëja që më e mirë që thot robi. وكلنا لك عبد. Dhe ne të gjithë jemi rob tuaj o Allah subhanahu wa taala. Po ashtu nganjëherë pejgamberi ka thënë në namaz natës li rabbi alhamd. Thot ka thonë nganjëherë Zoti tim i takon hamdi, dhe këto ndoshta ka thonë kohë të gjatë.
thotë të gjatë që ka bën në rukun e tij. Po ashtu ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Thot i bjen ربنا ولك الحمد. Thot Zoti jon edhe ty të takon hamdi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Thot hamd i shumt, i mirë dhe i bereqetshëm. I bereqetshëm të. Ashtu siç don, thot ashtu siç është i kënaqur Zoti jon dhe është ashtu siç don Zoti jon dhe është i kënaqur me atë. Këta pejgamberë sa kur kanë dëgjuar një sahab duke ka thonë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot i kam dëgjuar 39 apo 37 apo 35 melaçe duke nxit ta shkruajnë kush e ka thonë këtë dua. Kush e ka thonë këtë dua që e ka thonë mas rukus. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që përmendëm atë vazhdojmë kemi veç edhe pak, po shkruajmë edhe veç edhe pak. Thot po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar gjatë në këtë qëndrim mas rukus, mas i qëndrimit ka qëndruar gjatë. Bile ka thonë nga njëherë ata që janë folë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta thotë ka harru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sejdë. Ka harru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me në sejdë. Që ka përmend hadithi e Anas ibn Malikit, bile ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë i ka thonë atij që ka fol namazin keq, ka thonë thumma rfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Thot pastaj ngritë kokën, thot që derisa të drejtohesh drejt, dhe çdo asht ta merr pozitën e tij. Pastaj thot nuk plotësohet namazi e askujt derisa ta veproj këtë veprim, derisa të zhndroj drejt në namazin në çndrimin pas rukues. Ka thonë edhe pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu bayna ruku'ihi wa sujudihi wa bayna ruku'iha wa sujudiha. Thot Allahu nuk e shikon namazin e robit që nuk e drejton shpinën e tij, në mes të rukuve dhe sejdave. Në mes të rukuve dhe sejdave. Thot, çosh prej rukus nuk drejtohesh drejt. Çosh prej sejdës nuk drejtohesh drejt. Thot, Allahu nuk e shikon namazin tënd nëse ti nuk e bën këtë veprim. Nuk e shikon namazin, nuk e pranon atë namaz dhe nuk e konsideron të plot Allahu subhanahu wa taala atë namaz të robit që e bën këtë veprim. Thot, duhet robit të drejtohet në namazin e tij dhe namazi i tij të jetë plot në qëndrim në veprim siç e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu tebaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.